tektonike që shkaktojnë tërmet. Se i përket Ballkanit, ai thotë se nëse Kosovës i cënohet një pëllëm tokë, kjo do të shkaktonte një luftë të tretë botërore. Nëse preket Kosova, do të vi lufta e tretë botërore. Është ky përfundimi një analize të thelluar të publikuar nga ministri shqiptar në Maqedoninë e Veriut Arben Taravari për ato që konsiderohen si zhvendosje të pllakave të mëdha tektonike në gjeopolitikën globale. Politikani e konsideron diplomacinë një art në zhdukje teksa shqyrton lëvizjet e presidentit amerikan Donald Trump dhe kaosin e Europës pas propozimeve për zgjidhje të shpejta dhe të dhimbshme, si në rastin e Ukrainës. Taravari përqendrohet më shumë në Ballkanin Perëndimor duke ngritur një alarm serioz me qëndrimin se nëse njërit prej shteteve i rrezikohet integriteti territorial, efekti domino është i pashmangshëm. Ballkani ka qenë gjithmonë një fuqi baruti, i cili sado i paragjykuar ose i gjykuar nga Europa zyrtare, po të ndizet merr me vete jo vetëm këtë kontinent, por botën mbar. Këto mosmarrëveshje të reja që po prishin krejtësisht ekuilibrat e vjetër, deri ku do të shkojnë? E si do të ndikojnë ato sidomos në Kosovë? Të gjithë aktorët që marrin pjesë në të ngjarjet duhet ta dinë se nëse ndodh që të merret një vendim i padrejtë, qoftë edhe për një copë të saj, Kosova do të hyjë në histori si vend i vogël që ndezi konfliktin e madh dhe ne të gjithë do të jemi pjesë e konfliktit i cili mund të quhet edhe si konflikti i tretë botëror.